Nderuar qytetarë të Tiranës, me rikthimin në detyrë si e komanduar për drejtimin e Bashkisë së Tiranës, Anuela Risani ka nënshkruar shkarkimin e 2 emrave të shumë përfolur këto ditë në këtë institucion. Sara Goxhaj, e cila në datën 18 u komandua si kryebashkiake me firmën e nënshkruar në qeli prej Erion Veliajt, tashmë është shkarkuar edhe si nënkryetare. E po ashtu, edhe drejtori juridik Albando Kushi është liruar nga detyra dhe shërbimi civil. Prej mbrëmjes së mërkurës e deri në orët e vona të së enjtes, në fakt Bashkia e Tiranës u përfshi nga tensionet. Protokollimi i shkresës së Veliajt për komandimin e Goxhajt duket se hasi në kundërshtimin e Ramës. Vetëm pas 24 orësh përmes Facebook, Erion Veliaj u shpreh se të gjitha veprimet ishin keq kuptim dhe se në detyrë u rikthye Ristani. Por duket se rrjedhja e shkresës në medje ngriti dyshimin për presione, çka u pasua edhe me largimin e 2 emrave që konsiderohen si krau i Veliajt. Shkarkimet u shoqëruan edhe me një deklarat nga kryetarja komanduar Ristani, e cila theksoi se institucioni funksionon normalisht. Nuk ka asnjë krizë funksionale në Bashkinë e Tiranës. Puna vazhdon me të njëjtin përkushtim, me të njëjtin energji dhe me të njëjtin vizion që ka udhëhequr punën ndër gjithë këto vite në drejtimin e kryetarit Erion Veliajt. Ne nuk do të ndalojmë së punuari për qytetin e së ardhmes, për fëmijët tanë, për një Tiranë që nesër do të na bëjë të gjithëve krenar. Këtë e kemi për detyrë ndaj qytetit dhe ndaj çdo qytetari. Duket se në këtë mënyrë, kryetarja e bashkisë ka marrë në dorë drejtimin duke shuar edhe përplasjet.